Në Jeruzalem, parlamenti izraelit ka votuar me leximin të parë të projektligjit për sanksionin dënim me vdekje për autorët e sulmeve terroriste ndaj qytetarëve të Izraelit. Me këtë hap, Izraeli afrohet zbatimin të një prej masave më të debatueshme ligjore të viteve të fundit, të cilën qeveria e djathtë e kryeministrit Benjamin Netanyahu e konsideron si domosdoshmëri për sigurinë kombëtare. Projektligji propozuar nga një antar i partisë Fuqia Hebraike të Ministrisë së Sigurimit Kombëtare Itamar Ben-Gvir përcakton se çdo person që shkakton me dashje apo nga pakujdesia vdekjen e një qytetari izraelit për arsye racizmi, urrëtie apo dëmtimi të shtetit izraelit do të përballet automatikisht me dënim kapital. Jemi në rrugën e duhur për të shkruar historinë, premtimi i bërë, premtimi i mbajtur, shkroi Ben-Gvir në rrjetin socialist, duke cilësuar votimin si fitore e drejtësisë për viktimat e terrorizmit. Miratimi i parë është vetëm një nga 3 raundet e nevojshme për hyrjen në fuqi të ligjit, por ai ka ngjallur polemika të shumta në vend dhe jashtë. Sipas mediave ndërkombëtare, formulimi i dispozitave ligjore kryen hapësira për interpretim selektiv, duke e bërë ligjin të zbatueshëm vetëm në raste ku autorët janë palestinez, ndërsa rasti i kundërt, një izraelit që vret një palestinez nuk përfshihet në mënyrë të qartë. Komiteti i Sigurisë Kombëtare justifikon votimin me nevojën për të shkatëruar terrorizmin në rrënjë dhe për të krijuar një pengesë të fortë ndaj autorëve të mundshëm të sulmeve. Çdo terrorist që është gati të kryejë një vrasje duhet ta di se ka vetëm një dënim me vdekje, deklaroi Ben-Gvir pas votimit. Ky zhvillim vjen në një moment të ndjeshëm për rajonin, ndërsa armpushimi i brishtë mes Izraelit dhe Hamasit i arritur me 10 tetor në ndërmjetësinë e Shteteve të Bashkuara mbetet ende në fuqi, por i pasigurt. Votimi në Kneset rrezikon të ndesë sërish tensione mes palëve në një klimë politike e shoqërore të mbi ngarkuar nga pasojat e luftës dhe polarizimi i brendshëm në Izrael.